Fshati i Shioni i Elbasanit është kthyer sërish në një qendër pelegrinazhi ku mijëra besimtar nga Shqipëria dhe vendet fqinje kanë festuar ditën e Shën Joan Vladimirit. Në këtë vend të shenjtë ku dikur ruheshin lipsanët e princit martir, pelegrinët kanë kaluar natën duke ndezur qirinj e duke u lutur për shëndet, begati dhe mrekulli. Mesha solemne u drejtua nga kryepeshkopi i Zot Joani, i cili përcolli urimet më të mira për paqe dhe mirësi në jetën e të gjithë besimtarve. Ky është një bekim i madh për vendin, këtu, për ne dhe për gjithë kishën tonë. Madje jo vetëm për kishën tonë, por për gjithë Ballkanin, sepse vijnë vizitorë nga gjithë Ballkani për ta nderuar këtë shenjtë. Ju uroj të gjithëve gëzuar edhe për shumë vjet. Të pranishëm dhe përfaqësues të komunitetit malazez, të cilët e konsideruan këtë ditë si një ngjarje shumë të rëndësishme për ruajtjen e traditave dhe bashkëpunimin ndërkulturor. Një figurë shumë e rëndësishme fetare dhe historike që për ne minoriteti malazez që jeton në Shqipëri, por edhe për popullin malazez. Figura e Shën Vladimirit është një figurë që lidh popujt tanë, që lidh njerëzit, lidh besimet, lidh shtetet në Ballkanin perëndimor. Ky kremtim i përvitshëm në manastirin e Shën Joan Vladimirit përçon mesazhin e besimit, bashkëlidhjes dhe respektit nëpërmjet komuniteteve, duke forcuar lidhjet shpirtërore dhe kulturore në rajon.